Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falënderim të nësi takohet me Allah subhanahu wa taala, se ati po xhirom që të ravdroj dhe të bekoj duan e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët dhe gjithë umetin e tij të ozgjë. Të nduar vëllezër, ka shumë veçanti edhe shumë vlera që kanë të bëjnë me njerëzit cilët e përkryjnë një vlerë të caktuar. Dhe shpesh na kur domi me vërtetu që dikush e bën mirë një punë, i kena disa njësi matëse dhe disa standarde se si e vlerësume që dikush për një me domethënën e bën një punë me përkryje. Për shembull, nëse fjala bie japmi dikujt një kërkesë dhe një ide e kena për një pikturë, edhe vëmë re që ai bashkë kur e ka pru pikturën në mënyrën më të bukur, shkon edhe e rishikon edhe një herë. Ose ndoshta edhe bashkë kur e ka momentin për ekspozit, nuk e bën ekspozitën sepse thotë duhet edhe një herë ndoshta me pikturu rishtazin, nga që kam vëre shumë çka e cila duhet me u ripërtri. Ai i cili ka shije, ai i cili ja di vlerën gjonave dhe e di se çka i bën mi mor gjonat me përkryrje, nuk konsideron që këtu ka mangësi. Tu konsideron që ka përkryrje dhe përsosje të vlerës. E njëjta ndodh edhe me raportin e robit në raport me Allahun subhanahu wa taala. Domethënë, sa herë që ti e përkryen fetarinë, sa herë që ti e përkryen devotshmërinë, sa herë ose hamendëson që e ke përkry, një prej shenjave, një prej treguesve që je në kurs të mirë në raport me Allahun subhanahu wa taala në ato momentet ku ti e rishikon raportin tënd. Përpiqesh me ripërtri raportin tënd, ose nalesh edhe mendon që definitivisht do të kjo lidhje me Allahun subhanahu wa taala mu ripërtri edhe një herë, ose edhe pse jo me menu, atja nisja një faqe të re, domethënë me Allahun subhanahu wa taala. Këtu kisha pas dëshirë si piknisja e kësaj trajtese me qenë një thirrje që këtë thirrje mas mirë ti mundet me realizu për vlerat edhe përgatitjen e vet që e ka shkencore në shkencët e Kuranit Hoxha Deniz, që neve na mungon shumë do vëllezër meditimi i Kuranit. Neve na mungon shumë meditimi i Kuranit. Për arsye na në vazhdimsi e përmendme që Ramazani është muaj i Kuranit, mirë po zakonisht neve na shkon në mendje vetëm ideja që do të më bëj më shumë hatme edhe domethënë me rezu sa më shumë gjatë Ramazanit. E që është e saktë edhe vërtet. Mirë po kisha pas dëshirë të paktën sonte, të paktën sot me menu vetëm një domethënie. Na që jena umet i Kuranit, na që pohimi në muajin e Kuranit, a besojmë që jena mjaftueshëm të ndërtuar me vlerat e Kuranit? A jena mjaftueshëm të ndërtuar me konceptet e Kuranit? Ose a na kanë dominuar në një formë ose tjetër në rrethana të caktuara, domethënë botkuptimet kuranore. Është një botkuptim kuranor që kisha pas dëshirë domethënë sot me bës si thirrje e prej këtu pastaj reflektimin e pastaj zbërthimin, rishikimin, ripërtrirjen e këtij interpretimi dhe këtij reflektimi, padyshim domethënë mundet me bë Hoxha Deniz. Është një ndalje që e bën njerëz të mençur, sidomos ata të cilët janë të lidhur me Kuranin. Manual me menu për shembull në vetveten tonë teksa reflekton në ajetin kuranor, më thon çka dashti Allahu më na thon. Çka dashti Allahu më na thon. Një prej rasteve, çka dashti Allahu më na thon, është kur ti nalesh me analizu radhitjen e ajeteve. Për shembull është një ajet flet për talakun. Mas atij ajeti vjen një ajet tjetër. Edhe më thon, çka dashti Allahu më na thon. Ose është një ajet që flet fjala bie për paqe. Mas paqes Allahu subhanahu wa taala tregon disa dispozita tjera. Pse Allahu pas kësaj situate e përmeni këtë. Edhe në ajetet që kanë të bëjnë me agjërimin, pikërisht është kjo. Do thonë në surën Al-Baqara janë 3 ajete radhazi që flasin për, domethënë për agjërimin të cilat i përmeni Hoxha. Ajeti i parë thot Allah subhanahu: "Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun." O ju që keni besuar, ju është bë obligim juve agjërimi, ashtu sikur që ka qenë obligim për ata që kanë qenë përpara jush, në mënyrë që të bëni devotshëm. A përfundon sentenca kuranore për agjërimin? Jo. Ajeti i dytë është ayyamun ma'dudat. Këto ditë janë të numëruara. Pastaj ajeti i tretë thot Allah subhanahu wa taala: "Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran", muaji Ramazanit, cili muaj ka zbrit domthonë Kurani. A përfundon pasazhi kuranor me çdo 3 ajete? Është ajeti i katërt, është diskutim. A ka të bëjë me Ramazanin, a ka të bëjë me agjërimin apo jo? Keni vëmendje vëllezër. Nëse pas ligjëratës që kishte të bëjë me dispozitat e agjërimit, kishte të bëjë me dispozitat e Ramazanit, nëse pas kësaj ligjërate kishmi dalë na me një temë krejtësisht largët, i shkon shumë logjikë me thonë, po jena mbledh me fol për Ramazanin. Apo? Ose kishmi dalë ndoshta me një sezon tjetër adhurimi, në kuptimin që pas si flasmi për Ramazanin me dalë për Dhul-Hijjën me fol, ose me fol për dispozitat e haxhit. Njerëzit e logjikshëm nuk i kishin bënë diskrepancë të lidhjes kësaj.
Ndaj na nalmë dhe analizojmë. Ajeti 4 mas këtyne 3 ajeteve. A mundet mu kanë në rrjedhim i këtyne 3 ajeteve? Hajde lexojmë ajetin e 4 që vjen domethënë në këtë domethënë togësh ajetësh që kanë të bëjnë domethënë në një rrjedh me Ramazanin. Thot Allah subhana: "Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." E nëse ty të pyesin robët e mi për mua, thuaj unë jam afër. Thuaj që unë jam afër. Ajetet pak më herët po folin për dispozita, ajetet pak më herët po folin për rregull, ajetet po folin për Ramazanin, ajeti 4 thot: "Nëse robët e mi të pyesin ty për mua, thuaj unë jam afër." Pastaj thot Allah azza wa jall: "Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an." Edhe unë i përgjigjem kujdo që më lutet kur ai më lutet. Unë i përgjigjem lutësit teksa ai më lutet. "Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Ata le të më përgjigjen mua, në të besojnë në mua, edhe unë kom jullzu. Unë kom jullzu. A menoni që nuk ka rrjedh? A ka hapësirë me dyshu që këtu s'ka rrjedh? Sikur se Allah subhanahu wa taala po na e lë një hapësirë me bona që këtë pytje. Çka dashti Allah me na thonë? Çka dashti Allah me na thonë pasi na tregoi që agjerimi është obligim? Pasi na tregoi se janë ditë nëmruara, pasi na tregoi që në këtë muaj ka zbrit Kurani, na i dha një hapësirë për me bëj këtë pyetje. Çka dashti Allah me na thonë? Ajo çka dashti Allah me na thonë: "Fa inni qarib." Unë jam afër, ani pse ti je largu. Ti 11 muaj e kon larg, unë jam kon afër. Tash e ki shansën mu kthyej edhe më afër te Allah subhanahu wa taala. Domethënia e dytë: "Wa idha sa'alaka ibadi anni." Kur robët e mi të pyesin ty për mua, sikurse Allahu na lëmë në kuptuar që ky muaj ka me të bëj ti mu interesu për Allahun. Sikurse ky muaj ka me të bëj ti mu interesu. Kur të pyesin ty robët e mi për mua, thuaj çështo. Pse këta s'kan vetë më herët. Po Allah po e përmend që këta kanë me vetë pak më shumë masi të ninojnë edhe masi të agjërojnë edhe masi të përkushtohen domethënë në Ramazan, edhe domethënia e tretë: "Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an." Unë i përgjigjem lutjes së atij që më lutet. Allahu përgjigjet tankon, madje Allah i përgjigjet edhe mushrikëve kur janë zor. Allah i përgjigjet këtë krijesave. Pse po përmendet mas afërsisë së Allahut subhanahu wa taala po përmendet përgjigjja e Allahut te bareke ve taala, pikërisht domethënë në kontekstin e ajeteve të agjerimit të muajit Ramazan. Njopi domethënë kanë thonë dietar është se ky çaq përmirësohet, çaq shumë reflekton, i lutet shumë Allahu subhanahu wa taala. Po çka kam ju lutë më shumë se sa Allah me fal për këtë ato 11 muaj që ka qenë domethënë gaflet edhe larg Allahu subhanahu wa taala. Mirë, po domethënë e katë që është boshti kësaj ligjrate. Domethënë më themelore që njëri masi të reflektojë, masi të përmirësohet, masi të hihen këtë varg të ajeteve që kanë dhënë me Ramazanin me agjerimin, "Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Le të më përgjigjen ata mua, edhe le të më besojnë, unë kom jullzu. Domethënë ti 11 muaj e kanë në humbje, 11 muaj e kanë gaflet, 11 muaj janë çat fetarisha e ki pas me çalim. Edhe çat fetarisha e ki pas me rami edhe me domethënë shumë dobësi. Tash apo do merri për tripes lidhje me Allahun subhanahu wa taala, e Allahu azza wajal sigurt na thot. Domethënë e ndjeve afërsinë Allahut, e ndjeve përgjigjen e Allahut, edhe që tash hin kontratë. Kontrata është përgjigj mu, edhe domethënë rruje qëndrueshmërinë tonë të imanit, rezultati i kontratës është unë të udhëzoj. Rezultati i kontratës unë domethënë të udhëzoj. Kështu që Allahu subhanahu wa taala po na përmend dy pika të marrëveshjes së kontratës që janë me të. "Falyastajibu li", ata le të më bindën mua, s'ka domthon kthem të vërtetë tek Allahu pa hin këtë kontratë. Edhe dyta, "Wal yu'minu bi", le të më besojnë mua, domthon le të ndreqin raportin e imanit në raport me Allahun subhanahu wa taala. Çka është rezultati i qëndrimit tan në marrëveshje me Allahun? Është domthon la'allahum yarshudun. Këta kanë hin udhë, këta kanë mullzu, këta kanë mu bë njerëz, këta kanë mu bë fetar të vërtet, që i bie la'allakum tattaqun, ajeti i parë, ju keni më u bë devotshëm, la'allakum tattaqun, është domethënë shtegu për me ardhin të devotshmëria ti dush mullzu. Por me mujt mullzu duhet me reflektu edhe me pa që e kon gabim, edhe me pa që e kon fajtor, edhe me pa që e kon larg pe Allah subhanahu wa taala, dhe rrjedhimisht domethënë vjen deri te ripërtrirja e beslidhjes me Allahun subhanahu wa taala. Ndaj Ibn Kathiri rahimahullah kur e komenton edhe i vën një lidhje këtij vargu ajetësh, 4 ajeteve, thotë këto 3 ajetet e para që po na tregojnë që kemi të bëjmë me Ramazan, me agjerim e kështu me radhë, janë të kurorzuara mas promtit me fitimin e afërsisë tek Allahu dhe lutjen për Allahun subhanahu wa taala. Ndaj, në çdo ditë ato transmetimet që kanë ardhur që ka lutje të përgjigjuna. Çdo ditë ka lutje të përgjigjuna, edhe në fundin e muajit është gëzimi i madh i çkajt. I një arritje që realisht na e kena synu tek Allahu subhanahu wa taala nëpërmjet agjerimit.
Që kjo pjesa që Allah subhanahu wa taala përmend që në fund të Ramazanit edhe në fund të këtij tokshi ajetesh, po e përmend që na kena me lut Allahun subhanahu wa taala. Po e lëmë në kuptuar që na kena me lut Allahut. Nuk po thot lutmuni, po kur të pyesin këta kallzoj që jam afër unë i përgjigjna. Sigurisht më në kuptuar që këta kanë me ndje prej ndjenjave të fetarisë së shtuara, edhe për përmirësimin që kanë me pas Ramazan, Allahu po e lëmë në kuptuar që këta kanë me lut. Çfarë bën Armenia? Një njeri i cili reflekton Ramazan, një njeri i cili përmirësohet Ramazan, një njeri i cili në një situatë caktuar reflekton për Allahun subhanahu wa taala. Lutjet e tij, a janë për hallët e kësaj jete apo janë lutje tjera? Nëse i referohemi domethënë në kontekstit kuranor, në narrativën e ajetit, la'allahum yarshudun, këta kanë mullzu, sigurisht se lihet më në kuptu që një prej shenjave të fetarisë së vërtet, njerëzve që përmirësojnë Ramazan janë lutjet e tyre për udhëzim. Më para se mu lut për çfarë do lloj gjëje tjetër të kësaj jete, këta bën shumë merak për udhëzimin e tyre dhe lidhjen e tyre me Allahun subhanahu wa taala, ndaj lutja më e madhe e tyre, çka është Ramazan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Allah, ti e falës, e do falem, falë mua. Pse do më thonë natën e kadrit mos më lyp diçka tjetër? Pse mos më kon natën e kadrit o Allah i jepni të mirat e dunjos së të ahiretit? Sepse çat shumë reflektimi çon, mu afru me Allahun, thu veç falin si ta mbrin këtë tjera domthonë janë të lehta. Si ta mbrin që Allah ka më fal, këtë tjerat janë të lehta. Ç'kjo do të thënë, pas erdhëm çtu. Pas erdhëm e kuptu bindshëm që pa të fal Allahu subhanahu wa taala kurrë s'ki bë. Edhe pa u bind se ti ke mas shumë të nevojë për falën Allah subhanahu wa taala, realisht domethënë nuk kena kurrë. Ndaj ndër vëllezër, keni momentin çdo që kisha pas dëshirë kjo më koni thirrje shumë e rëndësishme, sidomos për ata të cilët kanë pak më shumë vite udhëzim. Ai i cili është shumë mirë i lidh me Allahun. Në saj të reflektimit që ka në periudhat e lidhjes me Kur'anin, edhe në saj të periudhës që ka të lidhur me madhnimin e Allahut, edhe në saj të periudhave që ka me përkushtimet e shtuara ndaj Allahut, i vijnë momente të ndjenjes së fajit e sheh vetën më gjunaqar se gjunaqart me mëkate të mëdha edhe pse kjas në mëkat të madh se ka. Po smrrini robi që veprat e veta të mira mu zhduk, edhe më duk vetja ndoshta ndonjëherë më kriminal se kriminalet. Edhe më thon veç me falin e Allahut që më shpëtu se ndryshe që s'ka më pështu. Realisht diku nuk është një domethënie e shëndosh që nuk i na ardha laç aty. Pse kjo nuk është në vëllezër e marrume, kjo nuk është domethënë e thirrur, kjo nuk është e sforcuar, kjo është rezultat. Ai i cili e ka sinqerisht me Allahun, ai i cili e ka punim me Allahun, do të më ardh Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Po sa çtu, ky ka kriza. Ky se një Allahun. Ky ka një krizë serioze që çiket ndjenjë, çiket a dy shëpan këtë do. Thotë sunet, pejgamberi sa më Aishën e kam mësuar çiket do me bë. Jo vetë sunet. Unë e ndjej se jam shumë fukara dhe jam shumë nevojtar për faljen e Allahut te bareke ve taala. Ktu kisha pas dëshirën në vëllezër, me që edhe ligjrata është pikërisht kjo Ramazani dhe ripërtrirja e beslidhjes me Allahun subhanahu wa taala. Domthon Allahu te bareke ve taala mos po na kallzon për Ramazanin, po na kallzon dy aspekte të ripërtrirjes së kontratës. Kthenu te bindja edhe kthenu te imani. Që kjo kontratë me Allahun. Ki dal pikë këtyre dy javë, domthon ti kontratë me Allahun ki shkel. Realisht kushdo që në tokë na e dimi, këtë jeta funksionon me kontrata. Këtë jeta është me marrëveshje. Edhe ato marrëveshje që nuk janë të shkruara realisht janë marrëveshje. Edhe ato marrëveshje që i keni në shtëpi me bashkëshortën e me fëmijët, edhe nëse nuk është e thënë fjalë për fjalë, kontrata dihet ç'ka i bë. Na këtë kontratat i dimi veç kontratën me Allahun subhanahu wa taala e kena lënë domthon si kontratë periferike. E kena lënë si kontratë të paqartë. Edhe mas pranë të menojmë që domthon gjithçka ka menduar me një falje të madhe edhe na kena më shpëtu. A e dini ç'ka i bë mu kon djalë pejgamberi? A e dini ç'ka i bë mu kon djalë nips tërnë pejgamberi? Është shumë e veçantë, nuk është e rrallë. Beni Israelët janë kon popull për plot profet. Beni Israelët jo 1, 2, 3. Imagjinoj ka pas babën pejgamber, miqën pejgamber, gjyshin pejgamber, dojën pejgamber. A e kiti që ketë? Që ta Allah i ka mallku kur ka dalë për kontratës. Që ta Allah i ka mallku kur ka dalë për kontratës, se mes te dhe Allah s'ka hatër. Rrin kontratë, ka falje, ka udhëzim, ka xhenet, ka falje. Del për kontratës nuk ka. Për arsye do të thonë kjo ideja që ne jemi mëkatar, Allah na fal. Nuk është e saktë si kjo ali. Se i do tash më thonë, na dalmi për kontratës, sa mas pranë të fitojmë rezultatin e kontratës. Në hëm falja Allahut, mas shumë ti që meritojnë. Kush e meriton faljen e Allahut? Ata cilët rrin kontratë. Se ti tu nejnë kontratë, ti prap ki mangësi. Ti tu nejnë në marrëveshje me Allahun dhe në beslidhje me Allahun, ti prap ki mangësi. Për arsye do të thonë, ajetët sikur se ne japim me kuptu pikërisht do të thonë çket do të thonë. Cila është ajo kontrata që duhet me riportim me Allahun subhanahu wa taala, është pikërisht adhurimi. Sigur se i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Muadhit në hadithin e shoqërimit me Buhariu Muslimi, atadri ma haqqullahi ala al-ibad, a dit cila është kontrata haku i Allahut për robërit?
cilët robërit i obligon në raport me Allahun është adhurimi i Allahut dhe mos i bë Allahut shirk. E adhuron Allahun një kontratë, se adhuron Allahun që dal pi kontratës. Edhe e dyta, a di cili është haku i Allahut, haku i njerëzve, cilit hak Allahu i vetë detyrohet, domethënë çka do të Allahu me bëu për njerëzit si rrëdhim i kësaj kontrate, alla yu'adhibuhum, mos ti dënoje. Domethënë nuk po thot kam i dënu se nuk po thot që nuk kam i dënu se kam i fal. Thot nuk kam i dënu sepse kanë një kontratë. Cila ka kontrata? Adhurimi i Allahut subhanahu wa taala dhe domethënë distancimi prej shirkut. Te ajeti i parë në Lezër, Allahu subhanahu wa taala e jep kuptimin e beslidhjes. Ya alladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ajo që ke besuar është bëju obligim agjërimi, agjëroni, sikur që kanë agjëruar ata që kanë përpara jush, la'allakum tattaqun, rezultati i kontratës, që mu bë devotshëm. Domthon kjo kontratë, ti agjëron me përkushtim, rezultati që ta kthen Allahu në kontratë, edhe në beslidhje është domethënë me ta dhënë devotshmërinë. Qysh e prit devotshmërinë për Allahut nëse ti as plan se ki? Qysh e prit devotshmërinë për Allahut as projekt se ki? Qysh e prit devotshmërinë për Allahut as në lutje se ki? Je lut për senat më të vogla kësaj jete, domethënë nuk është në përditshmërinë tonë lutja që Allahu më të bëjë devotshëm, më të bëjë përkushtuar, edhe më të bëjë domethënë të denj raport me Allahun subhanahu wa taala. Çka ndodh nëse ne bëhemi devotshëm? Çka ndodh nëse na bëhemi të devotshëm? Se kjo ideja e devotshmërisë të shumë muslimanë, sidomos në kohën bashkore, ka kaluar në ide të qenit njëri pak më i mirë. Domethënë, që kjo i devotshëm domosht pak më i mirë se sana, nuk është e vërtetë. Domethënë i devotshëm kjo në kontratë, i pa devotshëm ky ka shkel në kontratë me Allahun subhanahu wa taala. Thot Allah te barek ve taala. In takunu salihin fa innahu kana lil awabin ghafura. Nëse ju bëni të devotshëm, dini se Allahu për njerëzit e penduar është falës. Nëse ju bëni të devotshëm, dini se Allahu për njerëzit e penduar është falës. Na, jashtë Kuranit, nëse ish mund të fol për njerëz të devotshëm, kisha kishmi folën, a kishmi fol për shpërblime. Për shembull, nëse i devotshëm këtë xhenet. Allahu që këtë ajet po thotë, nëse bëni devotshëm kom ju fal. Nëse bëni devotshëm kom ju fal. Nuk po thotë kom ju shpërbly. Çka lëmë nuk kuptoj kjo? Se devotshmëria e vërtetë është devotshmëria kur një është fajtor. Devotshmëria e vërtetë është devotshmëria ku je bind se ti je gjunaçar. Devotshmëria e vërtetë është devotshmëria ku ti nuk jep notat më e vetës. Edhe i thu vetës, o Zot, unë po du me nejt e safi gjunaqarve, unë jam gjunaqar. Nuk po du me po vetën që e kom kry këtë projekt. Për që thot, fe innehu kane lil awabine ghafura. Thot, fe innehu kane lil awabine ghafura, sa Allahu për ata që pendohen është falës. Më thonë, kush është i penduar, ai që është i devotshëm. Kush është i devotshëm, që pendohet. Kisha pas dashim me bo një shpjegim, që realisht dhe më thonën, ndoshta ndonjëherë tjetër mund të më gjenu pak më shumë. Fillimi i ajetit në Lezër thot Allah azza wa jall, Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Allahu e di më shumë, Allahu e di më mirë çka keni në zemra. Allahu e di më mirë çka keni në zemra. Pastaj vazhdon, e kush është njeriu i mirë, kush është i devotshëm, Allahu për njerëzit që kthehen dhe pendohen është domethënë shumë falës. Sikurse Allahu subhanahu wa taala me fillimin e ajetit, Allahu e di çka keni mrena. Allahu e di për nimet ja ajet që do mu bëj devotshëm, as do mu bëj devotshëm. Unë e di Allahu këta. Unë tek kishe pas për nimet Allahu ta kish mësuar. Ta kishe pas me shumë zemër, Allahu e ka pa në zemër. Për shembull na shpesh kur domi me fol për diçka, për shembull njerëz folin keq për neve, thonë, "E shqyr Allahu e di kush jam unë." Me shumë siguri e thonë këtë fjali. Ose kur flitet për ndonjë ëndër, për ndonjë dëshirë kështu, Allahu e di se zemra sot më dashur dhe kam më realizu. Pse na nuk bëmë sinqert me thonë, po Allahu as e ka pa tena që na domethënë po do të bëjmë devotshëm, se s'na ka bëu devotshëm. Se Allah e ka pasur ky so projekt i madh i jonë në jetë. Allahu e ka pasur ne as nuk e kena pas projekt çu duhet, as nuk e kena bëj hizmetin çu duhet. Për arsye domethënë në një realitet të vërtetë është pikërisht kjo. Najna gjunaçar se ta kishmi pas çash për nime, Allah te barekutaala na kish mundsu domethënë mu kthy. Ndaj neve do të mund të aktivizojmë ndër vëllezër ndjenja e pendimit. Që kjo është piknisja e ripërtrirjes së beslidhjes me Allahun subhanahu wa taala. Pos se aktivizum, pos në aktivizu, dhe jo me aktivizu me shtirje. Nuk kena të folën me modesti, sikur e kupton, na tash do të më kallzu pak më modeste, na gjunaqare do të më pendu. Jo, na jena që tash s'do të më kon. Edhe na do të më pas ndjenjen e fajit në raport me Allahun subhanahu wa taala. Allahu te barekutaala kur ka fol për pendimin në Kur'an, i ka përdorur 3 terme. Allahu, kur ka folën në Kur'an për pendimin, i ka përdorën, domethënë, 3 terme. Termi i parë është teube. Këtë keni një zakonisht, apo? Pendim e ai që
ban tobe quhet taib. Ai quhet taib. Termi i dytë është auba. Është domethënë ai i cili kthehet tek Allahu subhanahu wa taala, edhe ai i cili ka këtë ibadet quhet awwab. Ai quhet awwab. Edhe termi i tretë që ka përmend Allahu subhanahu wa taala është inabe. Ai që kthehet me inabe quhet munib. Në çket ajetin që na sapo e citum, fa innahu kana lil awwabin ghafura. Thot Allahu është falës për ata që kthehen, mirë për e ka përmenën kush ban aube, jo kush ban tobe, po kush ban aube. Do të thonë nuk ka thonë Allahu në këtë ajet, Allahu i fal ata që janë taibin, po ka thonë ata të cilët janë awabin. A ka doni dallim? Sigurisht do të më këshyr çka ka dashur Allahu më na thon. Me këshyr çka ka dashur Allahu më na thon. Dietar kur i kanë bërë dallimin, kanë thonë fjala tobe, edhe aube, edhe inabe, të trijat e kanë kuptimin e kthimit. Të trijat e kanë i kira pishman. Të trijat janë ndjenja e fajit. Të trijat janë pendes. Ka dallimi mes të trijave? Kanë thonë tobe është mos i të bësh gjuna. A aube është në çdo gjendje kthehesh tek Allahu edhe ku s'ki bë gjuna. Do të thonë të mirë është me kërkim të faljes edhe me ndjenjë të fajit, o mos jo që i të kujtu do një gjuna që ke bërë gjatë ditës. Kurse el inabe kanë thonë është kthimi pas cilit nuk kthehesh më të mas. Se ka njerëz bin mëkat, bojnë tobe dhe kthehen shpejt, apo të kthehen të gjunat. Aube ka njerëz gabojnë, përmirësohen, prishën, dobësohen, ndreqen. A inabe është përmirësohet edhe drejtohet. Kështu që na duhet me punu me ardhen të el inabe. Do të thonë na bëmi tobe kur bëjmë gjunahe. Bëjmë aube edhe në gjendjen ku e dimi se fetaria jo nuk është në shkallën që duhet. Mas mram të vimi të inabe, edhe kthejmë tek Allahu subhanahu wa taala, edhe himi edhe drejtohemi. Ramazani, a ka arë për tobe, a për aube, a ka arë për inabe? Ramazani ka arë për tobe, aube me na pru të inabja, me hi në rene, mos me dalë më pirenit. Me riportribe s'lidhë me Allahun edhe kur mos me dalë. Për arsye, njeri cili vend derin të inabja, që kjo musliman për ime. Njeri që vend derin të inabe, që kjo musliman për ime. Sigur se thot Allah subhanahu wa tabi sabila man anaba ilay. Ti ndjekë udhën atyne që kanë bë inabe. Se këta e model. Se kjo u pëndu, u ndreq, edhe ka himon vi. Jo kjo cili domethënë ka dy par standarde, edhe domethënë shkuarja dhe vajtin domethënë në rrugë të ndryshme. Kur njeri kur mrrin te kjo shkallë e kthimit, pendohet i be pishman, përmirësohet, dhe mas mram ti vjen atë drejtohet, ky bëhet model. Dhe vetëm kaq. Thot Allah subhanahu, "Qul inna Allaha yudhillu man yasha'u wa yahdi ilayhi man anab." Thot dine, thot se Allahu, thuaj o Muhammed, thuaj njerëzve, Allahu ka ndoj që në humbje. Ama e udhëzon rrugën e drejtë atë i cili ka inabe, ka kthim me mendjen që mos do me dal pi udhë. Që ta Allah e drejton. Që ta Allah azhajal e drejton në rrugën e drejtë. Pas hyje në vëllezër, na shpesh domethënë kena menu që veç pse na pendu e kena kry punën. Veç se kena ardhur te tobeja me neve s'ka. Jo, me tobe e pastru. Me tobe alos e bo model. Me tobe alos kjo është auto lyp Allah te bareke ve taala, domethënë për te tobe është veç fillimi. Tobe është e ndjenja e pendimit. Ndaj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, sikur se shoni Ibn Majah që Albani thotë hadithi sahih për Abdullah Mesudit, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "An-nadamu tobe." Veç që po të bë pishman që kjo tobe. Veç që po nihesh keq o tobe, a mos u kry projekti. Projekti kryhet kur të menosh me riportri, beslidhjen me Allahun subhanahu wa taala. Kështu që, a kena në ndjenja të pishmanllokut? Në momentet e para që utoa muaj Ramazan eksistoi, ndjenjat pishmanllokut që çdo 11 muaj nuk janë të denja për Allahun subhanahu wa taala. Janë kanë 11 muaj marrë çdo më që Allah subhanahu wa taala. Domthon sa gjunoi, sa shpërfile e farze, sa romja, sa gafleti, sa gjumi, sa përgjumja, sa harresa, apo këto janë kanë 11 muaj. Çfarë do të më bëj tash? Do të më marrni ndjenjën e pendimit. Do të më marrni ndjenjën e keqardhjes, do të më marrni ndjenjën e pishmanllokut, muni keq. Si mos nihesh keq kur gjos është puna. Do të muni keq. Në honën edhe ty që s'ka i korr një ibadet, ty që je më i mirë në çka qytet në ibadet, edhe ty do të marrësh kjo ndjenjë, se kjo ndjenjë është treguar se e ke punë me Allahun. Ama nëse që kjo ndjenjë ka ik, që kjo ndjenjë na ka hub, që kjo ndjenjë e kena lënë për gjunaçar, të kena lënë për njerëz që janë ande dhe kanë ndej. Domethënë ne na duke mashtru vetveten. Thot Allah subhanahu, "Inma tawbatu 'ala Allahi lil ladhina ya'maluna as-su'a bi jahala, thumma yatubuna min qarib." Thot tobeja që tek Allah është e pranuar, është tobeja atyne që bojnë gjunahe me padjeni. Tobeja e pranuar tek Allah është tobeja atyne,
Keni vëmendjen tobe, aube, inabe. Thot tobe tek Allahu, që është e pranuar, është aty në të cilët kthehen, thot bojnë gjuna pa dienis edhe kthehen shpejt te Allahu. Kthehen shpejt te Allahu. Thot Allahu këtu ne u pranon. Na kena një rregull në fe. Allahu nuk dënon për diçka që s'e di. Si ki di që haram, në moment që e kupton, domethënë pastaj Allahu subhanahu wa taala do të merr në llogari. Përdesë se ki ditë, parimisht domethënë nuk është domethënë që të merr në përgjithësi. Ka thonë dietarët, këtu janë për qëllim dy padini tjera. Nuk ka të fol Allahu në këtë ajet për xhehlin kurse ki ditë halal o haram. Ka fol për dy padini. Padinia e parë është kujt i ki gabu, edhe e dyta padini është a e di çka ki bë? Domethënë, më nal tash me një moment. A do kisha bë thirrje sonte çështu me menu. Vesh një 5 minuta, jo më shumë. Kujt i ki bë çështu? Edhe a di çka ki bë? Di çka ki bë? Vesh çështu i fol vetës një 5 minuta, edhe e kupton që zgudzon me hitin Ramazan me ndjenja të vetpëlqimit, edhe me ndjenja të përsosjes, edhe me ndjenja të kompletimit, e ndjenja ta dinat atje ku ina na e nas, sina se ata jo, ti vesh tu i kam galet e gjunave të mia. Ti vesh tu e kam unë që shko me dal momenti që dita e 27, nata e 27, 10 që i fundit me shpyrt me thonë o Zot falem. Me ndjehet që ti për një me ki nevojë për faljen e Allahu te bareke o taala. Ndaj domethënë Ramazani pikërisht ndër vëllezër vjen për me ne ngacmu çka do të thënë. Dikush mund të thonë, po ne Ramazanin e kalum, kum pas që ndjejnë që domethënë jam kon gafil, jam kon i shkujdesum, jam kon i dobët, jam kon këtu dhe aty. Megjithatë thotë Said Musayyib pikërisht e komentuar që këtë ajet që Allahu te bareke o taala domethënë është për këta të ewabin, për këta që kanë eube, domethënë është falës, thotë është ai i cili bën gjuna, bën gjendje dopt kthehet. Bën gjuna, bën gjendje dopt prap kthehet. A më kthehet derisa të vijë te inabe. Ky nuk nënet aty. Ky do të më ardhe te inabe dhe me hin në udhën e Allahut subhanahu wa taala, edhe mos më dal domethënë asnjëherë, ndaj ne kena një hare ndëllëzër. Në Ramazan është një atmosferë përgjithësi që ka të bëjë me gëzim dhe me hare. Hareja më e madhe për një musliman është fe inni qarib, unë jam afër. Domethënë që kjo do të më kon hareja më e madhe në jetë. Hareja më e madhe në jetë që Allahu po thotë fe inni qarib, unë jam afër. Që kjo afërsia me Allahun te bareke taala. Që kjo që Allahu është afër me ty, kjo do të më konë në gjana e cila na i mur zemrat, mirë po keni vëmendje kur pa Allahu te bareke taala në çfarë konteksti po na ka thonë që është afër. Allahu po thotë wa idha sa'alaka ibadi anni, kur robt e mi të pyesin ty për mua. Domthon ti do të më interesu, ti do të më kthej, ti do të më ardh. Ti dush mi ramas se punë, ti dush mi qesy, ti dush me menu për me arë me një faqe të re. Moment që ti e ban çiket, me lenë Allahu subhanahu wa taala kemi pas Allahun, domethënë shumë afër, e aq më tepër keni vëmendjen. Wa idha sa'alaka ibadi anni. E para rregulli i parë i kontratës, kur robrit e mi të pyesin, domthon ti je rob i Allahut, ti dush me menu si rob, jo ndryshe. Ti s'dush me shit mend. Ti s'dosh domethënë me bë analizë dhe ku diun çka. Ti dosh me nejt si rob, po folët për ajetet kuranore. Sikur që e përmeni hoxha Parzit për shembull, veç me menu momentin çysh, domethënë ku është pika ka ardhur ky Kur'an, ka ardhur pi Zotit. Pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka ardhur për Xhibrilit, domethënë këto ato 7 kaqej, udhtim. Ka ardhur ky fjalë Allahu te barekuta, domethënë me ndjes sa e madh është. Dosh me nejt si rob para fjalëve të Allahut te barekuta. Jo me nejtën domethënë tu filozofu. Kur të pyesin robt e mi e para, edhe dyta anni pyetin për mua se këta shumë janë të interesuar për Allahun. Pjesa e dytë e kontratës është domethënë interesimi për Allahun. Domethënë ti di 5000 detaje për një program, i di 10 rregulla për punën tënde, madje di edhe hujet e punëdhënësit tan. Është mirë në çket kohë mos me lajmëru. Është mirë në çështu mos me parashtruar një kërkesë e ka mëri këtë formë të parashtrimit. Mund di edhe detajet më të parancishme dhe më periferike dikujt tjetër, për Zotin tan di shumë pak. Kjo nuk ka kontratë e me Allahun subhanahu wa taala. Në para me ndjer robnin tonë për Allahun dhe dyta më interesu për Allahun, me mësu për Allahun, me lexu për Allahun, me menu shumë për Allahun, me reflektu shumë për Allahun, mu lut Allahut me ta mush zemrën me dashni për Allahun. Domthon, çështja e Allahut nuk është çështja më e madhe në jetë. Kur e ke këtë fe inni qarib, unë jam afër. Si të rishtin kontratë, unë jam afër. Unë s'largona. Se ti ke një kontratë me Allahun te bareke o taala, e aq më dem në vëllezër e ka përmendur dikush pediatarëve. Kur Allahu thot fe inni qaribun ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. Unë jam afër dhe i përgjigjem lutjes sa atij që më lutet kur më lutet. Pse s'ka thon jashtë Kuranit?
me pas thonë, unë i përgjigj në atij që më lutet, se unë jam afër. Po njerë ka thonë unë jam afër, ka thonë unë përgjigjem. Kanë thonë dietarë se për një musliman të fortë, musliman për një me, afërsia e Allahut është më e madhe se sa përgjigjja e Allahut. A pe kuptoni? Do thonë, fjalia është e saktë jashtë Kuranit me thonë, unë kushdo që më lutet i përgjigjem dhe unë jam afër. Jo kanë, unë jam afër, unë i përgjigjem kush më lutet. Njerë ka dash me kazu, siguronë, rreni rahat, unë jam afër. Se për ty që kjo më e madhe sa të përgjigjet Allahu nuk përgjigjet. E kur të përgjigjet, elhamdulillah që u përgjigje Allahu te bareke ve teala. E tash ku po vën fe inni qarib, unë jam afër, po vën mas ajeteve të agjërimit të Ramazanit, pikërisht me të kazu, mëno sa je largu ti 11 muaj për meje. Mëno sa ngaflet i koni 11 muaj për meje. Edhe mëno çysh që këtë afërsi që të jep Allahu tash në Ramazan mos me hub mas Ramazanit, ma prej të taubeja në aube, prej të aubeja, ma orë tek inabja, e sidomos më thonën me eri për tri beslidhjen me Allahun subhanahu wa taala, me çdo dy kushte. Falyastajibu li, ata let më përgjigjen mua. Bindju Allahut, edhe dyta thot dhe dyta wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, edhe let besojnë në mua në mënyrë që domethënë të jenë të udhëzuar. Të vëllezër, Allah subhanahu wa taala e përmend Ibn Ashuri në tefsirin e tij, thot fakti që Allahu po na kallzon mas ajeteve të agjërimit, mas ajeteve të farzit të Ramazanit, mas këtyre ajeteve po na fol që na përgjigjet, lëmë në kuptu që Allahu ndryshe i trajton njerëzit që i kryjnë farzet edhe ndryshe i trajton ata të tjerët. Allah është i drejtë, Allah është i mëshirshëm, padyshim, ama Allah është i drejtë. Nuk barazohet një njeri i cili kryen farzet me dikë i cili nuk i kryen farzet. Dhe kjo që Allah subhanahu wa taala domethënë përmend përgjigjen e lutjeve pikërisht edhe afërsinë e tij, përmend pikërisht mas farzave, tregon që shfrytëzoi rastin domethënë duke u përkushtuar në adhurimin te Allah subhanahu wa taala me e pas domethënë këtë afërsi me Allahun te bareke ve taala. Për fund, vëllezër, dikush pse selefit ka thonë kështu: "Mata atlaqa Allahu lisanaka bid-du'a wat-talab fa'lam annahu yurid an yu'tik." Thot, në moment që e ndjen që Allahu po të frymëzon mu lut, moment që e ndjen që Allahu po të frymëzon, po ta çon zemrën i ndjen që dush mi lut Allahu. Thot, dije se është të frymëzu për diçka që po do me ta dhon. Dije se po të frymëzon për diçka që po do me ta dhon. Kështu që nëse eventualisht neve na ka një ndjenjë e kësaj natyre në këto momente, mu lut për udhëzim, mu lut për istiqame, mu lut për qëndrueshmëri, mu lut për frymëzim, mu lut për qartësi të vizionit, mu lut mos me dal kur pi udhës. Mu lut për me ardhur deri te derexha el inabe, me hin rrugt të Allahut edhe mos me dal kur. Elos Allah subhanahu wa taala më na dhon sinqeritet edhe sidq. Elos Allah subhanahu wa taala çdo shkallë fetaris në çdo Ramazan me qenë më mirë, edhe me taku Allahun me gjendjen më të mirë që e emrimi në jetë. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad.